ja votojnë kurtit krejt çka i vynë. Se deputeti i opozitës vynë aty përmes me nal kurtin ato sena që ai spajtohet. Pra sipas Dardan Mollishajt. Nëse deputetët e opozitës sipas Dardan Mollishajt, vendi duhet shkojnë zgjedhje me 15 prill. 12 prill i pije në fakt. Po dy rrugë nga 5 marsi, 25 ditë 12 prill është e diel. Dy rrugë i kam. Ja me shku në zgjedhje, edhe me tentu me i bind qytetarët e Kosovës, që nuk është mirë kurti mi marrë dhe presidentin edhe krejt organet, jam ja jep kurtit pa i vetë qytetarët ish. Pra ja jep ti tash. Se qytetarët e Kosovës, kur i kanë votu partit opozitare, nuk i kanë votu mja zgjedh kurtit presidentin, ose mos me mja zgjedh. Së shkon qështi ka, po? Po mirë. A nuk ka qenë qëllimi kurtit zgjedhjet për në shkurtit? Përsëritja zgjedhjet 28 dhjetorit, në fakt. E kam thonë disa arë kemi thënë disa arë në për studio. Ai do t'i përsërit zgjedhjet deri sa të mrrin rezultatin e vet. A mundet as mundet varet nga opozita. Me çet lloj opozite që kem pas, qartë as i kam mrri. Po populli i Kosovës duhet me kuptu një san. A e ka mrri rezultatin, mos është prap qëllim me shku në zgjedhje? Po qëllim kohë se çka është qëllimi kur për me shku në zgjedhje? Me marrë ma shumë deputet që mi zgjedh presidentin, apo? E nëse ja zgjedh presidentin e njëjtë pa shku në zgjedhje, prapë më rreth qëllimin. Bele dhe pa shku në zgjedhje heq. Ku me marrë ti që opozita me të njëjtë? Mos ka qëllim delegjitimimin edhe me të tjetër opozitës, se për shembull, se delegjtimon opozitën Albin Kurti. Nëse Kurti delegjtimimi i opozitës ka ardhur nga opozita, e cila s'ka pas as ide, as ka uz, ka vjedh vota dhe ka nën kontraktu analistën e për studio. A mund të më bë pak krahasim? Okej, zgjedhet qeveria, zgjedhet kryeparlamentari se i ka votat. Qohet një ditë të lumë ja nis një letër të bukur Lidhjes Demokratike të Kosovës, sikur që ja nisi për qeveri. Pas në shkurtit, ata refuzojnë, thonë jo, ne nuk vim me fol për presidentin. I drejtohet edhe PDK-s, edhe këta thonë jo, nuk shkojmë me bys. Edhe drejtohet të qytetarët, thotë këta prapë po bllokojnë. Okej. Edhe shkojmë prapë në zgjedhje. A më duhet me shku të e nxjerrni mësim? Tu i kallëzu qytetarëve të Kosovës, që ne po shkojmë në zgjedhje. Çdo natë, secili përfaqësues i opozitës është munduar me treguar që arsyeja pse është bllokuar vendi ka është kurti jo ata. Në ndërkohë kemi vijat kuqe. Në ndërkohë mas zgjedhjeve nuk i bllokojmë institucionet. Mo në ndërkohë mas zgjedhjeve na shkojmë me kurtin. Ky është tregimi. Ky është budallakia. Prandaj çyra që është zgjidhja. Ja votojmë kurtit përmes partive parlamentare dhe ja japim edhe presidentin, edhe krye prokurorin, edhe gjykatën kushtetuese, ja shkojmë i bindim poplin që nuk është mirë. Po nëse s'mundem me i bind poplin, nuk është problem. Nuk duhesh mu shantazhu, më thonë me qenë se s'po me e bindi poplin, pja japi vetë Albinit. Kjo s'është politik. Kjo është frik me rrudhë dhe pak. Kur farë dallimi nuk ka ma nëse i ka LDK-ja 13, 8, 15 deputet. Ma shumë bojnë 10 deputet që kanë qasje politike, shpjeguese që një ditë rritën e bojnë 30 ose 20, se sa 15 që i shërbejnë kurtit. Këta tu i shërby kurtit u zvoglun. Qështu u zvoglun? Se tregimi ka qenë që na tu qenë afirmativ, tu qenë jo përqars, tu mos përdor gjuhë, populli ka me kuptu dhe ka me ardhe na. Së ndodhi kështu? Ky tregim, morë fund. Ta është t'i pëdhu me qenë se morë fund, a do t'jetë aty deputet, ku ta diju në deputet i LDK-s aty ose i PDK-s, ma mirë pja zgjedhim shtash presidenti. Kjo është e frekshme me mendu kështu. Kështu mendon vish dikush që ka grupet interesit dhe s'ka ide politike. Për di me për të thëmë, nuk mendon dikush politikisht kështu. Për kështu shko bën në satelitet vetëvendosjes. Albin